Emrin Allahu gjithëmshirshmit, mëshirëplotit, selamat dhe përshëndetjet më të mira qofshin për Hazreti Muhamedit alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët. Përshëndetje gjithë juve, Zoti ju shpërblet, sidomos hoxhën. Inshallah Zoti na bashkon gjithë në punë të mira. Shpresoj që ani pse pak një më i ftoft, nuk do të jem shumë i zgjatur, do të bëj përpjekje me thonë një koncept, me shpjegu diçka prej aty në hallëv që besoj se na prekun çdo ditë. Ideja e këtij takimi është mas pari më pa pak edhe me nejt pak bashkë në xhami, inshallah Zoti këto momente na zbret rahmetin e tij, mëshirën e tij dhe ma marr mendja që veç fakti si jemi ul pak me kujtu Zotin e mandueshëm është më e madhe se gjithë ajo që kemë thonë. Sigurisht që kemë nevojë çdo ditë më shumë me nejt bashkë, me debatue, me diskutu tema ndryshme, sot e kemë temën qysh me mujt muslimanët edhe shoqënia jonë kanjëherë me i tejkalu të tashmen, se kanjëherë jena peng e të tashmes, edhe këtë muhabetin e bojna për të tashmen, edhe jena nuk mundu me i qu heq syt pa me këshyr pak ma larkë që po ndodh, po jena arab kanjëherë blokohu me do të telashet të tashme. Ideja është që qysh me jetu muslimani mes tri kohëve. Na s'ka dyshim që secili prej neve jeton mes të kaluarës edhe mes të ardhmes, jetojmë tashmen. Edhe këto tri kohë domthonë na përcjellin vazhdimisht deri në vdekje. Na dim që edhe koha e kaluar, edhe koha e tashme, edhe koha e ardhme në kuptimin e kohës janë të njëjta. Po në kuptimin e ngjarjeve që i prodhojnë ato mund me qenë ndryshme. E tashmja edhe ardhmja, kuptimin e kohës është e njëjtë. Por pse dallon e ardhmja prej të tashmes, sepse nuk dim e ardhmja çka do të sjell. Edhe ideja e këtij ligjërate është që muslimanët duhet definitivisht me ngrit pikpamjet e tyre, shiqimet e tyre drejt të ardhmes, edhe me shiqu më shumë të ardhmen se sa që ty jemi të shiqu vetëm të tashmen, sepse ata që jetojnë vetëm me tashmen, ata jetojnë aksidentalisht. Sepse ata kur s'kan vak me prognozu, ata kur s'kan vak me po çapo i pret. Ata gjithë jetojnë, edhe këto faktikisht qëndron sot dallimi mes botës zhvilluar dhe botës prapambetur. Bota e zhvilluar sot është ka e prognozon të ardhmen, o ka e sheh të ardhmen, edhe është ka din çka po i ngjan botës, edhe po i merr tana shkaqjet e përgatitjet për mu ballafaqu me çdo të lashe që po pritin më ardh. Edhe bota e prapambetur absolutisht është ka jeton momentin e kohës tashme. As nuk e din çapo ndodh, as çapo i pret, edhe rrjedhimisht nuk ka mund me marr mekanizmat edhe elementet mbrojtëse për me sfidu të ardhmen. Deri çash larg në shku burra ajo që e lexova fjalë apo aty në opinionin e një mendimtari, çash larg në shku bota e modernizuar, njëri kishte thonë mendimtari i madh, s'fja për mend emrin, filozof i madh, kishte thonë se për këtë luftë së tretë botërore nuk po më intereson fort se pe di çu shko më bë. Veç po do më kallëzu që lufta e katër botërore ka më bë me dryj edhe me gur. Shpatat pe drunit dhe pe gurit. Domethënë na tash jena në far pragut luftës së tretë, edhe krejt hallet i kem mos po ngjan eventualisht, a bëni të bindur një pjesë e botës ka filluar me menu për luftën e katër botërore. Domethënë çikash larg janë prognozat e disa popujve mendimtarëve që janë të pa botën shumë larg. Na do të provojnë asante shkurtimisht me pa a bjen ndeshje me fen. Një fetar, a rrezik me pa të ardhmen, a rrezik me prognozu, a rrezik me shiku të ardhmen, a bjen kjo ndesh me fen edhe këta do të mundohem praktikisht me jetu me ta. Unë në fillim po du më kthy pak te Kurani edhe me tregu një histori të mirë të Kuranit, edhe mu lidh me temën që po bisedojna. Ju tonë dini historinë e Hazreti Jusufit alayhis salam. Hazreti Jusufi ka histori të gjatë, po ka një histori që ka të bëjë me këtë temën tonë këtu. Ajo historia e atij mbretit, kur ai e sheh atë ëndrrën e famshme, që i sheh 7 lop të lota me 7 lop të majme, që i sheh 7 kallinj të thatë me 7 kallinj të njum. Edhe kjo far ëndrë i bat atij pikë në zemër çka po ndodh me ta, dhe vjen deri te interpretimi që do të m'ia bë ëndrës Hazreti Jusufi alayhis salam. Hazreti Jusufi e merr ëndrrën me komentu, po e komenton interesant. E komenton krejt prognozë. Po jo veç me prognozu, jo veç me parashiku që ka me ndodhë.
po dhe mi marrë shkaqet për mu ballafaqu me ato që vjen. Edhe për çdo Zoti manushëm në surën Jusuf ajeti 47-48 dhe 49 Zoti manushëm thot: "Qala tazra'una sab'a sinina da'ban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun." Sot ondrasht komentimi është kështu: 7 vjet ka me pas bereqet të hatashëm. Do të sa të muni prodhim. Do të sa të muni mos me lan pllom toke pa miell. Edhe krejt drithi që del për asoj toke më rujt në kalli. Mos mu hek për i kallit. Me rujt original qysh është vjel. Përveç asoj që ju duhet me hangër, normal për me mbjetu. Mrapa këtyne 7 vete kanë me arë 7 vjetë shumë vështira. Keni me hangër për asoj që keni rezervu, edhe normal keni me lan një pjesë në për ato hamaret e juve, se mas 7 që të thatë ka marrë një vit shumë i bereqetshëm, e duhet me majt një farë për me mill, rishtë të zimus me rahu bereqeti. Ajo që është interesant në këtë tregim që unë veç e shkëpu të një segment prej historisë gjatë Jusufit a.s. është se Hazreti Jusufi a.s. si pejgamberi Allahut është ka e spjegon një të ardhme. Normal, na këtu kemë bojmë me shpallje, sepse pejgamberi kur e komenton me dijen e Zotit të Madhnushëm. Po ajo që na intereson shumë neve, Hazreti Jusufi nuk ka qenë njëri që veç për shembull uli dhe ka thonë, po 7 vjet janë të bereqetshme, 7 vjet janë thata, edhe mrapa kthehet bllokadave, tapet kalohet kriza. Nuk është roli një besimtari veç me kallëzu të ardhmen, por ideja të ardhmes, ideja përpjekja me hulumtut të ardhmen, është ideja për mu përgatitë dhe mu ballafaqu me të ardhmen, jo veç thjesht me ju tregu njerëzve. A i keni pa për shembull të na çfarë të lashe kena sot na me interpretimin e shenjave të kiametit. Besoj që ndëgjoni shumë hoxhëllare, shumë. Shenjat e kiametit për shembull çysh i shpjegojmë na shenjat e kiametit? Na i shpjegojmë shenjat e kiametit, hoxha thot për shembull ka më ardhur Imam Mehdiu dhe ka mos zgjedh problemi. Na të menduarit tonë, mendësia jonë është mendësi automatike. Na kena qef, qysh është krejt keq, veç vjen njëri dhe bë mirë më njëherë. Ose është mirë, vjen njëri e bë keq. Në moment. Kjo është, i thojnë, mentalitet automatik. Dhe më thonë, vjen dëgjallë e prish krejt. Vjen Imam Mehdiu e i diskret. Vjen Hazreti Isa e nërejsh për një. Edhe na kena mendësi automatike. Dhe më na në moment kem qef. Ose për shembull e kem shpjegu hadithin e pejgamberit kur i ka shpjegu Hazreti Muhamedi sistemet politike që kanë munduar muslimanëve, edhe në fund thotë ka më ardh khilafet sipas platformës që unë jam ardhur me to. Ka më kon khilafeti, kanë më vazhdu sahabët e mi, ka më ardh periudha dinastive sundim familjar, ka më ardh diktatura, mas diktature ka më kthy apet sistemi sipas profecisë. Po na të shpjegu po shpëtoj na kaloj kjo, domthon çysh është diktaturë, është diktaturë dhe më herë veç vjen profecia. Po kjo është shpjegim jo real. Kjo është mentalitet automatik. Që kjo derisa të thehet diktatura, derisa të vjen profecia, kjo është proces. Hazreti Imam Mehdia kur po veka, ai për një ditë veç kur po zgjedh ka krejt. Është proces derisa të rregullon muhabetin. Domthon ajo që po na ndodh shpesh në interpretimin fetar është që po kena qef në moment me zgjedh problemet. A keni pa kanë herë kur kena kësi farë me xhine, me syshe, kësi farë muhabetesh, kena qef me shku te hoxha se fort është smut, ai 6 muaj smut, e ka që veç me i fryni herë hoxha, veç i fryni tap ajo shnosh. Po ku keni pa ju kështu? Po është smut, ai duhet me në terapi për më shëru. Nuk kanë bot smut është, nesër të shnosh. Ajo nëse ka smundje të ranë, nëse ka probleme të ranë, ajo është mentaliteti automatik, na kena qef në sekund më shëru, në sekund më smu, sekund më zgjedh problemi. A realisht komplet jeta, gjithçka në jetë është në proces bëhen senet. Zoti i Madhnushëm na ka treguar në Kur'an, kur e ka kriju qejtë dhe tokën, i ka kriju për 6 ditë. Qejtë dhe tokën i ka kriju për 6 ditë. Pse i ka kriju për 6 ditë? A s'ka mujt me kriju për 1 sekond? Gjithçysh i ka mujt. Pse 6 ditë? Sepse nëpërmjet 6 ditëshit ka dash do të më tregu krejt thi njerëzimi që gjithçka në këtë botë është krijuar në proces. Edhe gjithçka mi ton krijohet në proces. Edhe fëmia që lind u rrit në proces.
edhe ai kur u shku në klasë parë u rrit, një 50 vjet të dasht mu rrit në shtëpi. Domthon, gjithçka në jetë është në proces. Hazreti Jusufi alayhis salam po tregon se kanë më ardhur ditë vështira dhe po hin në proces për më përgatitur. Për çfarë? Interpretimi i tij ka 3 fakte. E para është prodhim, e dyta është konsumim, edhe e treta është kursim bashkë me reinvestim, se dëmon që ajo që është kursye do të më mill mrapa saj. Për ata po du në fillim më referu kësaj historie që Kurani është përplot me kësaj historish. Po kthehem edhe një herë te një çështje tjetër. Njerëzimi sa i përket tashmes dhe tardhmes janë dy mentalitete, janë dy lloj njerëzish. Grupi i parë është njerëzit të cilët ja kanë kthy shpinën tardhmes edhe ju intereson vetë sot. Edhe kur në jetë nuk mërzitet çka ka menduar nestra, as mas nestri. Bile këta konsiderohen kogja musliman të mirë kanë era, që hiç që intereson e ka është i qetë, smërzitet hiç. Na i vojna aso kogja musliman të mirë çta. Domethënë nestra çka ka menduar as mos më kallzoni. S'më intereson. Unë vetë sot jetoj. Edhe shpinën ja ka kthy. Gjithçka që i intereson është se tashmja eventualisht e kalumja. Po kur s'do me çel temën për nesër. Bloku i dytë, grupi i dytë është ja ka kthy shpinën tashmes, krejt jeton me iluzione që po vjen, çush ka me ardhur, çka ka me ndodh, edhe nuk e jeton. Unë po du në vazhdim më ju lexu disa fjali njerëzve të mëshëm. Sepse këto gjëra hënë dën, njerëzimi është më me këtë muhabet. Gjithë bili mendimtar të mëdhej. Pe fjalë më të arta. Në këtë drejtim është fjala një mendimtari kur thot ai i cili nuk mendon për të ardhmen, ai nuk e ka as tashmen. Ai që s'mendon për të ardhmen, se ka as tashmen. Kjo një fjalë tjetër shumë e mëshme. Një dietar ka thonë nëse qelim betejë, nëse shtim konflikt mes tashmes edhe të kalumes, kemë prish të ardhmen. Nëse shtim konflikt mes tashmes edhe të kaluarës, kemë prish të ardhmen. E treti ka thonë ta pastrojmë të kaluarën, ta rregullojmë të tashmen e ta ndërtojmë të ardhmen. 3 sene. Me pastru të kalumen, me rregullu, në aton thojna me ndërtu tashmen, e tashmja kur nuk ndërtohet. S'ka vak më ndërtuhet tashmja, se shkoj e tashmja. Veç e ardhmja ndërtohet, e tashmja s'ka vak më ndërtu. E tashmja veç muhet mu rregullu për mu ndërtu e ardhmja. Që kjo është ai koncepti që Kurani me kohë ka thonë. Ja i alladhina amanu, ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad. O ju që keni besu, frigoni ju Zotit mandushëm edhe këshir çka keni me bo nesër, çka keni me përgatit për nesër. Vizioni i Kuranit është me jetu të tashmen, po gjithherë objektiva, gjithherë të shiquarit, gjithherë prognoza me qenë për të ardhmen, që do të shohim edhe pak më vonë. Ka thonë një mendimtar tjetër, as e tashmja, as e kaluara nuk janë synim. Edhe sodja, edhe e kaluara janë mjete për me shku të ardhmja. Ardhmja është pojenta. Kjo sot që po jetojnë është veç element, është mjet. E kaluara mjet, synimi është të ardhmja. Nuk bën me kon synimi sot, se kjo sot do shkoj. Do të veç për të ardhmën me pas synim. Një tjetër halema i mëshëm ka thonë unë po merrem me të ardhmen sepse jeta sa më ka merr çati ka më kalu. Unë po merrem me të ardhmen sepse atje ka më kalu pjesën tjetër të jetës sa më ka merr. Edhe kjo është faktikisht ajo që me të vërtetë duhet me pas parasysh. Po du më kthy edhe një telashe që kanë herë na është kogja fort i ka plu shoqënit islame. Fetar kogja fort na ka plu. Diskutimi i madh për të kalumen, vajtimi i madh i të kalumës edhe luftat mëdha për të kalumen, të rënu tashmen edhe të rënu të ardhmen. Unë një ditë e lexova një farë muhabeti shumë pëlqeu. Një sunet me një shet po bojnë muhabet, për dinet është sunia dhe shia. Po bojnë muhabet kur vdek Hazreti Muhamedi, a.s. Kush u dasht me ardhmë pushtet mas ti.
kush ka ma meritor, ku i ka taku ma përpara me ardhë. Ky sunni që është, sikur na, ka thonë, Hazreti Ebu Bekrit i ka taku me ardhë. Në basë këti argumenti. Ky i shijave, po thot ja, gabim e ki. Mas Hazreti Pejgamberit u dasht me ardhë Hazreti Aliu, nipi i tij, për qëtë fakt. Edhe u dhez muhabeti. Edhe ata gative së sumetën, shaje bërtete, jo ajo ky. Pra në tyne, po ka lënë një ateist i pa fe. Edhe i ngën këta dy llaft të bëhu muhabet të dy muslimantë. Thëta, banën e veç më kyqë se ka nëzirë fort muhabetet. Qa mu i mjëni mu? Po thëta e kena një debat nëzirë për dy njerëz. A u dash me ardhe Ebu Bekrin për shtet, mas vdekjes pejgamberit, a u dash me ardhe Hazreti Alian për shtet, mas vdekjes. Cili u dash me ardhe? Qëtu e kena muhabetin? Ka thonë, falni, kjo Ebu Bekri, s'po din lidhes, po kjo Ebu Bekri dhe kjo Aliu, ku jetojnë ta? A jënë tash? Ajo morë për i thotë, ta janë që 14 sheku i ka ndohë kjo histori. Qysh thot, që 14 sheku ju po kapni, po ka kryu e puna. Kush ardhë mas pejgamberi, Allah ardhë po peke. Po që po diskutoni mo për këtë tim? Kjo më rëndësia, ta janë konë sahabi. Thotë, unë s'di kur gjë veç, bo mi vej diçka. Ju po diskutoni diçka që është politike, edhe po diskutoni një ngjarje që ka ndodhur para 14 shekujve. Me shumë respekt për atë Ebu Bekrin dhe për atë Aliun, se sa i s'po din kush janë ata. Thotë veç, une që shpeshë, ju s'ko këtë në tokë, dëbukës, heq. Pse? Po thotë, krejt dëbota, debatojnë sot kush më ardhën pushtet, që tash. Thotë, ju, le që si të diskutu që tash. Ju të një diskutu kush u dash me ardhën pushtet para 14 shekujve. Thotë, mjerimi ju, fatke, tragedia ju, nuk është se ju, nuk u dasht me bisedu kush ka me ardhë sot në pushtet. Ju dasht me bisedu kush do të vjen pushtet. Po ju qaq mrapa jini, ju halas keni mujt me diskutu kush do të me ardhë sot. E lemo me diskutu kush do të vjen. Ju jini me kilometra mrapa njerëz. Ju jini shumë mrapa. Ju jini met për një potencë politik, për një ngjarje që ka ndodhur, pra ju çatu jini met jini përça, dëni mu myt se 14 shekuj, a u dasht ky, ajo muhabeti u kry, ai njëri u ardh në pushtet, e ka marrë, e ka kryer lafetin, ka vdek ai tjetri, ka vdek ky tjetri, edhe një 5-60 mrapa tyne kanë vdek, edhe ata hala ka konflikte edhe mos harroni një pjesë e gjakut që po derdhë të sot në lindje, është pikërisht për çit pikpamje. Veç për çit pikpamje është. Domethënë, kjo është ajo që me të vërtet na jep me kuptu se po dina ka njëherë me kriju konflikte edhe përçarje për problematika të kaluara të cilat nuk ish dash derin që të shkallë me ndiku tashmen. E lemo që në halas se kem qilë dusin për tarmen. Po shkuj në veç edhe pak të që kjo mendësia automatike, të që e ideja që bota është ka prognozon të ardhmen o ka planifikon që shmartë të ardhmen, na po kina qef të ardhmen me njëherë. Jo a keni ndëgju që do njerëz i pat përgëzu Zoti me xhenet. Besoj që i keni ndëgju. Jo ndo amna që Zoti u ka kallëzu që i një xhenet li. Jo së kur nakshë që zdim, po ka do njerëz shpallja. Hazreti Gjibrili ka thonë Muhamedit filani dhe në xhenet. Në xhenet do më thonë kry Muhamedi. A bo me bojt pytje, që ati që i ka arë lajmi që ka me hinë gjenet, a u fale hele, a ka nalë. Vjen ty të të stash e ki me hinë gjenet. Të nestra nësa bas vjen, e kryve ma betë. Ti pëse vjen nestra. Kryve ma betë, o në hinë në gjenet, shkoni ju, që e keni hele pik pytja. Qëni sa interesant, qëni që dhe më thonë, musliman të parë, sa të këfjell t'jën konë, sa marë kanë mendu, nuk kanë pas mentalitet automatik. Qysh automat? Do më thonë, na i kena këtë punë të halakam, një ditë kur qohëm sabah, këtë janë në Terezi. Qështu jem të menuna? Na i këtë punë të halakam e kemë, e një ditë, veç kur të vjen shpetimtari, edhe kur qohëm sabah, këtë senet janë në Terezi. Kur një vetë, musliman i meqëm, qështu s'ka mendu? Veç që ta musliman të kohës tonë kam fillu me mendu kështu. Tash imaginani, një njeri po i kalzën Zotë si jetë gjenet li, edhe ki me hinë gjenet. Edhe këto aki me vull për shpallës. Jo se për i thët njeriu, për i thët Allahu i manushëm. Kjo që Zoti i manushëm për i thët ati e gjenet li,
nuk pjanë rënë mentalitetin e procesit, a peta i sponalet, a peta i përvazhdon procesin e faljes, procesin e agjerimit, procesin e të vepruarit mirë. Dhe më thonë, mentaliteti se gjithë shka një jetë, do të më bëmë proces, është mentalitet që e kanë pas muslimanët e parë. Edhe për kundër faktit që Zoti i ka thonë jetë xhenetli, ai nuk e ka ndru procesin. A pe të mundu me koj mirë? A pe të ka vazhdu rrugën e të qenurit mirë? Për këta, unë ju bëj thirrje, hoxhallar që i shpjegojnë shenet e kiametit, sidomos ata që shpjegojnë ardhin e Muhamedis, do të më shpjegu mirë, do të më shpjegu drejt. E jo njerëz me anestezion, me i pi njerëz, i ka bo punë të hallakom, jepja injekci dhe thuj ka marrë Muhamedia ti men. Jo zotni, du të më çu, më përgatitë aktivitete, pune, angazhime, sakrificë, edhe procesi kur është proces derisa të vjen i Muhamedia ose derisa të kthjellet vani ose këtë rast situata. Po shkojnë veç edhe pak se inshallah nuk pjo lodhim shumë. Mentaliteti i prognozimit, domethënë. Pejgamberi alayhis salam jo vetë që ka prediku njëtën e përditshme, e ka prediku edhe në adhurime. E ka në adhurime, në ibadete, që vesh e di që nështë ashtë pak ma e çuditshme. A keni ndëgju ju tonë për Isra në Mirajin, kër u shko pejgamberi në qiell, keni ndëgju? Me sa vakte u obligu në rundin e parë atje? 50. Tu këthyt e poshtë e ka taku shpirtin e Hazreti Musës. Çfarë i ka thonë? Që i ka thonë? I ka thonë nuk t'i falin. Ktheu lutë Zotin se 50 vakte janë shumë. Letë zbret diqka. A nuk ka prognozë që kja? Do më thonë, aj, u ardhni urdhën, mu falë 50 herë në ditje. Aj pe këshyrë tash, pe analizan. Nuk, në bazë të prevojave të mija, në bazë sinjaleve që i ka mënë, nuk i falin jeshtë. Shko të më ishë me zbrit. Dhe më thonë, në dhurimet tona, pejgamberët e Zotit i kanë nuk kanë kuptimin e prognozës në i farfali, po në bazë të argumenteve që i kanë pas, kanë pas parashikime për të ardhmen. Hazreti Muhamedi alayhis salam u dal mi fal 3 ditë rën taravit me xhamat në xhami. Ditën e 4 nuk u dal. Edhe kanë vetë pse s'dole. Ka thonë me pas dalë edhe 4-ën e 5-ën u konë rrezik me menu njerëz që taravit janë farz. Do më thonë, në basë sinjaleve që i ka mëne, ka mundësi mu kesh kuptu, për që ta zot me bëhë këtë punë. Do më thonë, edhe feja, edhe ritet, edhe ritualet, e kanë perspektivin e tardhmes. Do më thonë, Hazreti Muhamedi, sa herë ka spjegu diçka, gjithë e ka pas parasysh tardhmen, sa mund mu apliku në tardhmen kjo punë. A keni idenë? Gjithë shka që ka prediku, gjithë e ka menu tardhmen a mundet mu bëha ju. Në basë sinjaleve që i ka pas. Edhe ma shumë se kjo. Një ditë për ditëve është transmitimi sahi. U ka në ullën veç me Hazreti Muadhin. Hazreti Muadhi, njëni për shokëve ti, të afërt edhe po bojnë muhabet. Po i thashtë pejgamberi Muadhit, po ta du me të përgëzu, du me të dhonë një lajmë të mirë, një sehareq. Nuk ka rabi Zotit që thot ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. Dëshmoj se Allahu është një, s'ka Zot tjetër po's ti dhe Muhamedi është. Përveç se Zoti ka mja bo haram xhenemin, s'ka me hinë xhenem. Muadhi e ka një për herë të parë që të hadith. Demek, kush thot për një me la ilaha illallah dhe Muhammed Rasulullah s'ka me hinë xhenem, ka mja bo haram xhenem. Ka thonë ja Rasulullah u quva mju kallzu njerëzve. Po dalë pju kallzoj. Tërshi, këshore, po fulim për tardhmen, prognozimi tardhmes. Pejgamberi po thotë, jo, mos dilmi u kallzu. Pse ja Rasulullah? Ka thonë se me bom ju kallzu, e ke shkuptojnë të një asë falin asë. Vesh një herë shahadet, bjen edhe quhet e renkret, ma mirë. Muadhi nuk e ka kallzu që të hadith deri para sahatit dekës. Kur ka dash me vdek, ka thonë, bura, unë du me deke, s'guzaj me më shef që të hadith, e për o kalzaj qështu e kom dëgju pejgamberi alayhis. Pyetja shtrohet, që pejgamberi po prognozon, po parashe, se që ky hadith ka mundësi mu keq kuptu, mos ja u thuj një herë njerëzve. Për të ardhmen po menon.
Kjo i bjen që çdo kush që predikon fen sot, kur të fol diçka, do të gjithë me llogarit çysh mundet mu keq kuptu, çysh mundet në të ardhmen mu keq interpretu. Për ata sot do është një shkencë që është ka mësohet nëpër universitetet islamike është fiku i pasojave. Kur të fash ti diçka, do të më ditë çike fjalët a ka pasoja, nëse ka pasoja s'do të më thonë. Nëse ka pasoja, po fjala është e mirë, po fjala mirë, po pasojat janë të këqija. S'bën me thonë, se dami është i madh. Po fjala është sakt, pavarësisht që është e sakt. Zoti ka thonë në Kur'an, mos ja ushani dhujtarëve zotat, sa ata peshojnë Allahun. Që ky shamja që ti pja bën atij Zotit të kot, po ka pasojë negative se po shohat Zoti vërtet. Më mirë, po bëm po parem mja shoh Zotin e kot, a kogole as kogole, po pasoja po është e keqe. Domethënë, realisht pejgamberi alayhis salam e ka përdor një gjatë tillë edhe në predikimet e tij në predikimet ose në shpjegimet e ritualeve që ka bëu, gjithherë ka pas parasysh dimensionin e të ardhmes. Gjithherë ka pas dimensionin e të ardhmes edhe sa ka mundësi praktikisht mu apliku një gjë të tillë. Një detaj tjetër që është gjithashtu në Kur'an është që muslimanët betejën e Uhudit mas të lashëve që i kanë pas, edhe vdesin bëjë do burra në Uhud edhe konsiderohet një farë lloj disfate e përkohshme se ma vonë muslimanët e marrin veten prap, po në moment ka qenë disfat. Mas betejës Uhudit preken fort muslimanët, edhe a fillojnë me diskutu kush pat faj. Apo të fajti, apo të fajon, apo të fajti. Edhe normal kthehen në Medinë të plagosur me shumë dëshmore, vrat Hamza radiallahu anhu, vrahen shumë burra të mirë në betejën e Uhudit. Mas krejt të në skenave, Zoti Madhnushëm e zbret Kur'anin me qetësu tash. Wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin. As mos u dëshpëroni, as mos u fregoni se ju jeni më të fortë nëse jeni musliman. A pet po i orienton ka ardhmja, nuk po do me ilon më bo viktime e të kaluarës. Krejt mos me zgjat shumë me përmbyll këtë muhabetin tonë këtu, xhamatin nderuar është se me pas parasysh gjithherë që fetarisht jena të thirrën edhe të porositën me lexu të ardhmen. Po e leximi të ardhmen në dy forma. Që të shpjegojmë më rëndësishme më perceptu. Leximi të ardhmes në dy forma. Forma e parë është lexim shkencor në bazë të shenjave, fakteve, sinjaleve e kështu me radhë. Edhe sot nëpër perëndim supozohet se janë me qindra dhe mira universitete edhe qendra ku merren me hulumtimin e të ardhmes. Po jo me faltor, jo me seherbaza, po me fakte. Për që ta kur e kanë diskutu ulemoja, a bën me bo parashikimin e motit, a bën me këqy lajmet nestra me djela, a nestra bura, a bur. E kanë diskutu ulemoja shumë thellë këtë muhabete se dikush ka thonë, s'bën me këqy, nuk bën me kallëzu njerëzve motit, që nëse se gajbë është, to vetë Zoti e din çka ka më bo nestra. Në kuptimin e motit po flas. Ja, ulemoja kanë thonë s'ka problem, pse? Ka thonë se gajbi o dy lloj është gajb, e msheft absolute, e mshefta absolute është absolutisht vetë Zoti e din, edhe e mshefta e pjesërishme, ku edhe njeriu ka akses aty. Për shembull, këtu në herë, kush e ka ditë çfarë gjinie ka fëmiu në barkun e nanës? Kush ka mujt me ditë? Edhe për çat kohë është konsideruar se është gajb, është e mshef, vetë Zoti e din, vajza është. Po me kalimin e kohës, me përparimin e teknologjisë, sot pa problem dihet çfarë gjinie, sidomos mas 2-3 muajve ose 3-4 muajve pas një problem dihet cila gjini është. Praktikisht çfarë po na del këtu? Këtu po na del që ky gajbi i embrionit nuk u kon absolut. Se sikur ti shkon absolut, s'kish mujt me pas kur akses njeriu, po ky u kon i pjesërishëm. Edhe tash përderisa ai pjesërishëm ka akses edhe njeriu. Për shembull moti. Ata që kallzojnë motin, ata nuk bien me pa ëndra nestra abor. Po ata i kanë ndëmjete, i kshijnë do re, i shohin do frym, i kshyrin ka polivizin ato dhe që ato re i matin sa shpejtësi atyne, ma sa ditë mundë me mri mi në qilin tonë, që ka ditë, ma si ka ditë mundë me rashi. Dhe praktikisht është një prognozim i të ardhmes
po mbas të fakteve, të shenjave, të argumenteve. Për ata, prognozimit të ardhmes mbas këtyre shenjave, fakteve është plotësisht i lejuar, asnjë të keqe s'ka. Ekziston një formë ndaluar e prognozimit të ardhmes. Ajo është nëpërmjet falltorëve, nëpërmjet gjineve, nëpërmjet tyre që po i shihni nëpër televizora, që ai të kallzon kush ka më fitu, ajo formë ndaluar dhe ajo çortohet shumë Kur'an sepse ajo nuk është shkencore. Ajo është devijim, ajo bestytni, ajo haram, ajo është ndaluar, ajo lojë me njerëz. Pse lojë me njerëz? Pse ata hypin me satelite 10 vjet bojnë shkencë, pare, derdhën e mene, kjo ungjet në karrik aty, 2 ditë shkollë si ka, kallzon çka më ndodh. Kjo lojë me mendjet njerëzve burr. Po çda feja jonë është e qartë këtu. Feja jonë është e qartë. E lejon të parën, e ndalon dytën, sepse e para, a dini çka është e para? E para është kur njeriu mbas sinjaleve që i vijnë, fakteve, leximit të historisë, arrin me zbulu diçka që Zoti me të vërtetë e kalon të tillë. Zoti e kalon të tillë. Edhe po, është shumë e vërtetë që mbetet diçka e msheft absolutisht. Edhe ajo s'mune asnjëherë me teknologji mu zbulu. Qysh është xheneti dhe qysh është xhenemi, është çështje absolutisht e msheft. Absolutisht e msheft. Për ata është shumë rëndësi qysh vijnë deri te leximi i të ardhmes. Një detaj tjetër që po kam qejf me diskutu me ju edhe me përmbyll është çka po na vjen hoxh me ditë të ardhmen. Çka po na lë këtu me këtë teme, çka po na duhet të ardhmja. A dini pse vllaznina duhet të ardhmja? Më mënu me prognozu, më mënu me parashiku. Sepse ardhmja ka me ardhë me disa sprova, me disa të mira, me disa shanca. Kush e ka prognozu, den me i marrë ato shanca, den me i shfrytzu ato të mira, den me u ballavaçu me ato të këqija, e kështu me radhë. Për çfarë po ndodhet tash? Po ndodhet që tash ata pedin me ka 20-30 vjet ku ka naft, ku ka gaz, ku ka kështu, ku ka ashtu, qa po pritet një nxet, një ftofni, edhe po i bojnë pregaditjet, ata po na tregojnë neve për 10 vjet që ka me pas eklips, ata po llogaritet që filan pjesë tokës mund me pas tërmete, duhet shtëpiat me marru. Mon ata kanë filluar mu pregadit për shumë sfida që vijnë të ardhmen dhe janë më të fuqishëm u ballavaçu me këto sfida. Një fjalë e urtë thot, për çit fjalë të urtën e bona këtë muhabetin. Një fjalë e urtë thot, një problem fillon i vogël, po në të ardhmen mund me qenë shumë i madh. Edhe fatkeqësia gjithë fillon e madhe, po në të ardhmen zvogëlohet. Belat janë të mëdha gjithë, po zvogëlohen me kohë. A problemet janë gjithë të vogla, po rriten me kohë. Një problem që sot ti se konsideron kur gjohesh, një problem i vogël sot, mund me konë mas 20 vjetë fatal, shumë i madh ai problem. Sepse ndryshimi i një elementi të vogël sot, a dini çu ka fillu lufta e dytë botërore, lufta e parë botërore. Këto janë do detaje të vogla, por që ata jena kogjan prag edhe të tretës. Pse? Sepse pak i vyn aty me pas fërkime të vogla për me ardhur një muhabet i madh. Nashta kërkush nuk ka menduar që për një fërkim të vogël mund me ardhur deri në skandallazh i madh. Po veç jeta po na thot kështu. Problemet fillojnë të vogla, e mrapa zmadhohen edhe bëhen shumë të mëdha. Edhe ndryshimet e vogla sot mund me konë ndryshime të mëdha në të ardhmen. Por ata, ai që është të shku një rrugë e drejtë, edhe e shmong, e devijon rrugën, ai në fillim kur ka deviju, ai e ka veç 1 metër për rrugës, po kur të bohen 100 kilometra, imagjinoni sa u bë distanca e devijimit. Për çata çdo problem, sot mund me konë i vogël, sot është shumë i vogël, po në të ardhmen mund me konë shumë i madh. Për çata problemet e sodit nuk do të më kthyer me synin e sodit, do të më kthyer me synin e të ardhmes. Që kjo ideja, problemet e sodit nuk do të më kthyer me synin e sodit, do të më kthyer me synin e ai konflikti muslimanëve, a duhet Omeri, a duhet Hazreti Ali, a duhet Ebu Bekri, para 14 shekujve. Ai kon veç mendim. Veç mendim u kon. Po çat shumë u shmang se do bëj ideologji. Ideologji është sot vrohen njerëz për çat pikpamje. A ditën kur ka filluar ai konflikt, ai kon tepër i vogël, a ky, s'ka asnjë problem. Domethënë ideja është që
problemet e sodit do të më kthyer me syrin e të ardhmes. Edhe belat e mëdha që i kem sot do të gjithashtu më kthyer me syrin e të ardhmes, ato supozohet se kanë mu zvoglu dhe duhet mu thjesht mu ballafaqu dhe mundu me i zvoglu. Që kjo është ajo që vërtet po ta dëshirë me përmbyll këtë takim tonin këtu. Zoti na fal, inshallah Allahu na bën për atyre që më të vërtet kanë elemente për me hulumtu të ardhmen, normal sipas rrugëve që Zoti ka leju, edhe këtë të ardhme e përdorin pozitivisht për me shërby vendit, për me shërby fesë, për me shërby familjes e njerëzimit e kështu me radhë, e jo kurse se Zoti na rujt që të ardhmen me keq përdor edhe me përdor për anti-njerëzimit, anti-shtetit e kështu me radhë. Na bani Allah, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faleminderit shumë.